Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. SPAK publikoi listën e kandidatëve në garë për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit, me semrave që bien në sy që duan të jenë në krye të këtij institucioni të rëndësishëm të drejtësisë, janë dhe ish drejtorët e policisë së shtetit, Gledis Nano e Haki Çako. Sipas të dhënave janë 13 emra që garojnë për kreun e BKH-s. Krahas Gledis Nanos e Haki Çakos janë edhe Joni Keta, Andi Pogaça, Artur Beu, Astrid Alilaj, Elton Korluku, Gentian Shehaj, Mauricio Sheldia, Miklovan Kanani, Marinela Pilinçi dhe Nevruz Dregjoni. Javën e ardhshme do të nisë procesi i rinumërimit të votave për qarqet e Tiranës dhe Fierit. Kjo u bë ditur nga kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në një deklaratë për mediat, Ilirian Celibashi tha se do të jenë mbi 610.000 vota që do t'i nënshtrohen rinumërimit. Sipas tij, procesi do të realizohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në aspektin teknik, ndërsa vendimarrja për çdo element pritet të jetë në dorën e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Parashikojmë që rinumërimi të fillojë të hënën ose të martën e javës që vjen. Është dashur pak më shumë se një javë për përgatitjen logjistike dhe njerëzore të procesit, deklaroi Celibashi. Në rubrikën e rikthyer pas zgjedhjeve, sy më sy, kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria po përpiqet të jetë mikpritëse e eventit The Globe Soccer Awards, ngjarje e rëndësishme për futbollin botror. Rama konfirmoi se janë diskutime për ta sjellë në Tiranë, por kanë diskutuar edhe Durrësin e Vlorën si opsione. Kryeministri u referua si një event i jashtëzakonshëm që mbahet në mënyrë të përvitshme. Në konferencën e sotme me gazetarët, kryedemokrati Sali Berisha vijoi me denoncimet për zgjedhjet e 11 majit. Berisha paraqiti një video ku sipas tij fletët e votimit merreshin dhe nxirreshin jashtë qendrës dhe pasoheshin tek votuesit e tjerë, duke garantuar votën për Partinë Socialiste. Berisha përmendi se Partia Demokratike ka informacione që para zgjedhjeve të 11 majit në një qendër elektorale të Partisë Socialiste u vendosën topa të mëdhenj me flet votimi. Kjo qendër sipas Berishës u vizitua fshehtas edhe nga kryeministri Edi Rama, 3 ditë para se të vendoseshin topat e fletëve të votimit. Top Albania Radio. Matura shtetërore, sot provimi gjuhës shqipe dhe letërsisë. Pak minuta pas nisjes së provimit, teza e kësaj lënde u përhap në mënyrë të jashtëligjshme. Kështu ndodh çdo vit, fenomeni u përsërit edhe më 3 qershor me testin e anglishtësh. Provimi, i cili nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30 minuta, organizua me masa të rrepta sigurie, por të pamjaftueshme për të ndaluar përhapjen e tezës. Lajmi nga rajoni. Ish-kryeministri i Kosovës Bujar Bukoshi ndroi jetë sot në moshën 78 vjeçare pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë. Bukoshi ka qenë ndër figurat më të njohura të skenës politike e shëndetësore të Kosovës. Ishte ndër themeluesit e institucioneve paralele shqiptare gjatë viteve 90 dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të presidentit historik Ibrahim Rugova. Bujar Bukoshi u emërua kryeministër në ekzil pas shpalljes së Republikës së Kosovës më 1991 dhe për afro një dekadë punoi nga Gjermania për të sensibilizuar botën perëndimore për represionin serb në Kosovë. Lajme nga bota. Sulme armëzjarri në një shkollë në Graz të Austrisë, raportohet se të paktën 10 persona gjetën vdekjen nga 20 të shtëna dhe shumë të tjerë u plagosën. Mediat austriake po raportojnë se autori është një nxënës. Sipas zëdhënësit të policisë, personi i dyshuar i dha fund jetës. Presidenti Donald Trump ka urdhëruar dërgimin e 700 marinsave amerikanë dhe 2000 trupave shtesë të gardës kombëtare në Los Angeles, duke u zotuar se ata që protestojnë kundër arrestimit e migrantëve do të goditen më fort se kurrë më parë. Dërgimi i mira trupave dhe qindra marinsave po ndodh në ditën e 4 të protestave të mëdha në rrugët e Los Angelesit të nxitura nga arrestimi i 10 emigrantëve në një qytet me një popullsi të madhe, të lindur jashtë vendit dhe me prejardhje latine. Irani i kërcënoi Izraelin me hakmarrje masive. Forcat e armatosura iraniane do të synojnë objektet sekrete bërthamore të Izraelit në rast të një përshkallëzimi të tillë ushtarak, sipas një deklarate nga Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare. Sport. Kualifikueset e botrorit sonte për grupin K luajt Letoni Shqipëri në stadiumin Skonto. Sfida që nis në orën 20:45 minuta do të transmetohet drejt për drejt dhe ekskluzivisht në digital. Kombëtaria shqiptare u rikthye në fushë duke nisur menjëherë përgatitjet. Ndërkaq për transfertën me Letonin, qendërmbrojtësi Arlinda Jeti nuk do të jetë i gatshëm për shkak të një shqetësimi muskulor në kofshën e majt. Ndërkaq mungon edhe Berat Gjimsiti për shkak kartonash. Emrat që mund t'i zvendësojnë janë Mara Shkumbulla, Ardian Ismaili e Adrian Bajrami. Parashikimi i motit.
Vendi ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, moti vionik thjellë dhe me kohë zgjatje të orëve me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat variojnë nga 13 deri në 37 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Erisilta Doko. Kjo është Top Albania Radio.